Buçi më bu CHI. Bu CHI. Po. Këtu jemi. Gjinç më fare. Qa bëre? Si shkoi puna sot? Mirë, shumë mirë. Duke zgjidh bage, duke kriju feature të reja. Po. Siç ka puna ime. Këtë fjalën bug e kuptoj, po këto me feature të reja aty dal out fare pastaj nga gjëja. Feature e reja është një mënyrë që ti të krijosh disa bage të reja. Okej, Mustafa. Na tregojnë çik Roben. Kush është Mustafa, pse është këtu? Atëherë. Unë jam Mustafa Aga, ose Mustafa the Developer, kështu njihem më shumë në rrjetet sociale. Edhe jam software developer, kam kohë që merrem me këtë punë, rreth 7 vite, kam filluar që 2016. Edhe për më tepër, tani kohët e fundit jam duke u marrë edhe pak me pjesën e rekrutimeve, sidomos në tech, edhe brenda dhe jashtë vendit. E kuptoj. Plako, e kam vënë re që keni ose je krijues ose bash krijues si një platforme në Instagram. Që e kam vënë re që e kam. Po, është një kompani që është biznes familjar. Po. Se kam krijuar me motrën time. Ideja ishte asaj, sepse ajo ka punuar më përpara në një kompani të ngjashme. Edhe unë e bëja realisht, po e bëja si thosh pa pagesë, nga faqja ime, duke qenë se më kontaktojnë shumë persona të ndryshëm, dikush për punë, dikush për pyetje rreth profesionit, edhe unë e bëja dhe thash pse jo. Edhe Çka ka brenda kjo platforma? Domethënë, përveç rekrutimit. Ne merrem me gjithë procesin e dokumentave, përveç rekrutimit, domethënë, edhe normalisht lidhim punëdhënësin me punëmarrësin, bëjmë të mundur që të jenë kompatibël të dy. Mundohemi që të përzgjedhim edhe kompanitë edhe njerëzit, sepse nuk mund të punosh me çdo lloj kompanie, ashtu siç nuk mund të punosh me çdo lloj njeriu i cili mund mos jetë kompatibël në një fushë të caktuar, por mund të jetë diku tjetër. Po, më marr vesh. Interesant. Si është rregull në Shqipëri? Ka kërkesë domethënë nga ana e firmave PS më shumë domethënë? Ka shumë kërkesë. Ka shumë kërkesë. Ka shumë kërkesë, pasi ti jeton vetë në Gjermani dhe siç ke ikur ti, domethënë ka ikur shumë një pjesë e mirë të rinjve edhe vazhdojnë të ikin, domethënë ditë për ditë. Edhe normalisht ka kërkesë që tek sektori i turizmit që për momentin po vuan. Edhe me sa lexova, ata kishin bërë një kërkesë për futjen ose trajnimin e komunitetit të rom në fushën e shërbimit, edhe që të ishte çdo gjë bërë nga ata e sponsorizuar, mjafton që ata të kishin fuqi punëtore. Pastaj janë edhe fabrikat të cilat mungon fuqia punëtore, domethënë këto profilet Fabrika ç'a tipash? Ç'a lloj fabrikash? Fasonerit, fabrikat e këpucëve, edhe të mermerit, kurit. Domethënë çdo sektor ka mungesë. Bile sot më kontaktoi një person për punonjës për elektroshtëpiake, sepse siç e dim edhe elektricista dhe hidraulika janë në mungesë. Ata kanë ikur të parë normalisht. Ti më mendja është mungesa më e madhe tek hidraulika dhe elektricist do të jetë, kështu. Po tani një zgjidhje që e ofron kompania ime është që të sjellë punëtor të huaj. Që kjo është një zgjidhje e mirë, le të themi, për biznesin, por që në aspektin social ndoshta
më vonë nuk është një zgjidhje aq e mirë. Nuk është një zgjidhje aq e mirë, duke parë kështu një çik më afatgjate domethënë, e kuptoj. Po. Është slippery slope ajo. Është një çik e domethënë është tani unë nga jam këto kohë të fundit jam bërë çik nga i djathtë nga ana ekonomike, kështu që nëse kjo i sjell punëtorin që do të xhirohet ajo xhiro aty nga biznesi, domethënë jam pro. Po thjesht është një çik për të ardhur keq edhe për punët e rëndomta, domethënë ka mungesa. Zakonisht bën sens kur ka mungesa kështu për inxhiniera ose web developers ose për mjek për shembull. Kur janë këto mungesa bën sens sepse janë dhe gjëra të vështira, kërkojnë disa zgjatje, po. Zakonisht to lloj profesionesh na vijnë më shumë për ikje. Për të ikur, ë? Po, edhe tani mua personalisht më vjen keq, domethënë se nëse unë shpërndaj gjëra në Instagram, në TikTok, edhe nxjerr veten aty në për video duke dhënë këshilla karriere, edhe duke munduar që të prek më shumë të rinj, domethënë ato që gjimnazi, edhe që 9 vjeçar, pse jo, sepse TikTok ka mosh relativisht të re. Edhe arsyeja pse e bëj është që mos ikin gjithë, kupton? Edhe ata të kenë një shembull që shiko se me punë mund të arrish diçka. Po normalisht nuk është thjesht mendoj unë çështja tek puna apo tek pagesa që mund të marrësh, por janë edhe faktorë tjerë që i bëjnë njerëzit të ikin. Tash shikoj në fundit është kjo propaganda që po shkojnë në Angli, thesh me 3-4 makina, tjerë. E po mirë se edhe kjo propaganda e Anglisë kemi marrë vesh, domethënë se më shumë anekdotë se sa nuk është se rasti i çdo personi, domethënë se qëllon rasti që edhe personalisht gjofim disa veta edhe nuk është se kanë nxitën 3-4 makina. Plus tjetër gjë është ajo, tjetër gjë është të punosh edhe të jesh në rregull me veten tënde se sa të punosh edhe nuk e di do zgjohesh nesër apo jo, janë dy gjëra ndryshme, kështu që. Është drejt. Edhe unë ato përpiqem që të prek, domethënë ato njerëz të cilët duan që të kenë një jetë të ndershme, le të themi, një punë të ndershme, edhe pse jo të marrë një ose të fokusohen te një profesion i mirë që do i sjellë të ardhur edhe nuk do e bëj që nëse pas ne do të lë vendin për arsye ekonomike. Po na ka ikur në kjo pjesa në plak, na ka ikur kjo pjesa e të qenit i suksesshëm me një punë të ndershme, domethënë me një karrierë të pastër, nuk është shumë trend tash, çuditërisht domethënë. Është ajo pjesa e lekut të shpejtë është shet shumë, sidomos e të rinjtë kam parasysh. Madje dje po më thoshte një shok, ai ka motrën mësuese edhe domethënë shumica e nxënësve thonë, jo, nuk punoj për kaq lek, nuk punoj për aq lek, nuk punoj për kaq lek, nuk punoj për aq. Më mirë iki këtu, më mirë iki aty, më mirë iki këtu, më mirë iki aty. Kjo është një problematikë që asnjë se kam gjetur dot fillim, domethënë kjo pjesa e nuk punoj unë për kaq, nuk punoj për aq, sepse normalisht dikush, çdo kush e fillon nga diku. Edhe kudo që të ikësh, domethënë nëse vazhdon në profesion të ndeshur, kudo që të vesh, poshtë do fillosh. Sidomos po të vesh si huaj në një vend tjetër, si inxhinier, vërja emrin çfarë duash ti, poshtë do fillosh. Aq më pak asaj që je edhe shqiptar e tjera që ka edhe paraqykimet e veta. Kështu që normalisht do shikosh do fillosh poshtë, pastaj çmimet e shpezat janë të tjera, qerat janë të tjera. Nuk më amendja se në një vitin e parë pas një lloj kualifikimi shtesë në një vend të huaj të dalim më mirë se sa në Shqipëri. Thjesht do jetoj në një vend të huaj, po je të dalim. Me drejt. Ashtu është ai lloj tregu. Po e ke provuar të këshillosh të rinj, domethënë para 18 vjeç? Po, më shkojnë. Madje ka dhe persona të cilët domethënë kanë mësuar gjuhë ndryshme programimi edhe më kërkojnë për shembull tipsa si të kërkojnë punë ose ku të kërkojnë. Dhe normalisht ai këshilla ime e parë është hap një LinkedIn me edhe një GitHub ku ti vendosësh projektet edhe fillon nga aty. Pastaj nëse je 18 vjeç është pak e vështirë normalisht, po që i them që edhe të provoj edhe ta
ta mbaj veten karikuar në sensin që të krijoj vazhdimisht projekte, mos e lë domethënë atë mësimin aty ku është ose çka kam mësuar. Se kjo më në kjo pjesa e programimit është një çik më pak më e thellë se ato degët e tjera, se me sa e kuptoj unë domethënë edhe vazhdon edhe mëson edhe gjithkohës vetë, domethënë edhe në mënyrë të pavarur disi. Po, është Vileson ishte e bukur dhe kjo pjesa e mësimit se bëra një video edhe në TikTok edhe Instagram 3 arsye pse mos fillosh programimin. Edhe e lash bosh, se është ky trendi që e le bosh, domethënë që s'ka arsye pse mos ta fillosh programimin. Mund të ketë ndonjë, po që pozitivet janë më të mëdha, mendoj. Edhe më shkruajti njërin TikTok, tha, po duhet mësosh gjatë gjithë kohës. Ndërkohë, unë këtë gjë e quaj shumë pozitive, ke parasysh se ti nuk bëhet boring, nuk bëhet e mërzitshme, dhe ti domethënë ti je gjithmonë një sfidë të re, po Misa, ata tipa që shkruajnë ashtu janë çik persona ose personazhe pa ambicie, le të themi, e kupton se që tani nëse ti druhesh mësimi gjatë gjithë kohës, kur në fakt ai është bekim të mësosh gjatë gjithë kohës, të paktën dega që zgjedh të detyron ose e ke pjesë të saj të mësosh, kurse në industri të tjera për shembull siç është industria e ndërtimit ku jam unë, domethënë ne do ta mësojmë në mënyrë aktive. Ju e mësoni në mënyrë pasive, se bëni projekte gjatë gjithë kohës dhe me hapjen e kohës. Kurse ne duhet i marrim informacionet e reja, duhet i përpunojmë, kupton? Mund duhet me vështirë kjo që bëjmë ne, në fakt, se nuk je gjatë gjithë kohës nape, do ta bësh update-in manual. Okay. Si proces mësimi, po për vështirësi programimi, pastaj un jam out fare, un kam bërë një vit kështu, si quheja? Pascual, kam bërë një edhe kështu, kam mësuar si të bëj ca hyje edhe një dele kështu që hapte gojën edhe aq. Shumë. Po mentori, unë nisa më shumë tek pjesa se e mentorit, domethënë këshillimit të karrierës, se ne kisha vënë që kishte bërë domethënë zakonisht video, si duke filluar nga ato me detajet më të vogla, jo me CV, jo me tjera, domethënë edhe disa tjera më specifike. Çfarë është një rob të bëj këto gjëra? Çfarë të ka shtyrë ti të bësh këto gjëra? Po gjithmonë mendoj që kam këtë dëshirën për të ndihmuar njerëzit. Edhe nga që le të themi që vetë shumica e gjërave ose për sa i përket karrierës time, gati të gjitha gjërat i kam bërë vetë, domethënë s'është nuk është se kam hyrë në ndonjë punë me mik apo edhe te puna ime e parë, domethënë që fillova programimi, shkova, aplikova, kisha 7 muaj që aplikoja, kupton? Edhe nuk është se më tregoj njëri që, për shembull, shiko, mëso këto 2-3 gjuhë, edhe ti pastaj do jesh i aftë për këtë lloj pune. Na mungon të kjo. Shkolla pastaj, universiteti, se unë isha në universitet në atë kohë, në vit 2, nuk është se t'jepni ndonjë këshill, më shumë ishte demotivim se sa motivim që njëri thonte se do mbush një bar, tjetri thonte do përfundoni kamarierë. Seriozisht? Në shkollë i thoshin këto gjëra? Po, në shkollë. Ose vinte profesori, për shembull, thonte që po ju zgjidhni të përdorni kompjuterin, pse keni nisur këtë lloj dege, më thoni kush e din ç'a bësh me këtë lloj dege. Normalisht kjo mendoj unë se është edhe çik problem në sensin që në gjimnaz të kesh edhe një këshillim më të mirë për karrierë, le të themi, nga profesorët e gjimnazit. Unë për fatin tim të mirë kisha një profesor i cili më këshilloi, tha, nëse ti tha do më vërtet bësh një shkollë, tha, dhe që ka lek, por është e vështirë. Se unë isha diku ke ekonomiku, nga që motra ime është për ekonomik edhe kjo përësysh. Normalisht, në gjëra familjare, gjëra që është ndjesia që okay, e ka bërë dikush e bëj domun. Edhe është sfiduese, edhe unë si personi kam qenë sfida, thash okay, po edhe hodha 3 dek, të cilat ishin kryesor, domethënë që kishin bësh me informatikën, edhe më doli ajo. Por realisht domethënë unë
deri nga gjysma e vitit të parë, domethënë në universitet nuk e dija që ishte programimi, do mendoja se shokët e mi të atëhershëm më thonin që do përfundosh si profesor joni informatikës. Dhe profesori joni informatikës ishte që kështu si. Edhe deri nga gjysma e vitit parë, domethënë isha ç'a do bëm ose është sjellja e mirë apo jo. Pastaj momenti që hyra domethënë drejt programimit edhe kuptova si funksionojnë gjërat, pastaj kuptova që okay, jam në rrugën e duhur, do vazhdoj kështu. Edhe duke qenë se kam pasur vetë to vështirësi, mendoj se do ishte më mirë për shkakun që një person tjetër mos u mbiste kohë me këto gjëra që un kam humbur kohë ose me gabimet që kam bërë mos i bënte një person tjetër, por të ishte një hap më përpara. Edhe kjo është një nga arsyet që un kam bërë mentorimin. Edhe shumicën e mentorimeve e bëj falas, për shembull, nëse më shkruan një njeri në Instagram që është interesuar, un nuk është se i kthej përgjigje pas një lloj detyrimi. Po. Pastaj, nëse duan për shembull diçka, një telefonat, domethënë 1-1, siç jemi duke bërë ne për një orë, kështu, pastaj ato janë me pagesë, pasi un normalisht do marr kohë nga vetja ime. Jo, nuk diskutohet, për ajo është performanca jote, është diçka që ti po merr kohë nga jo vetëm kohë, po më nëse ti ke konsumuar dhe materiale, se të thjesht të bësh një shkollë, unë jam shumë pro kësaj idesë, kësaj gjës, domethënë, unë edhe diplomën time nuk e kam bërë në pjesë shkencore, nuk kam bërë diplomën në anë pedagogjike, kam bërë në këto formatet e-learning, domethënë, për sa i përket inxhinierisë investimit dhe e kam bërë për vetëm arsye, domethënë, siç ishte kjo që the ti që kur erdhi Covidi ishte që nuk dinin njeria sa të bënte, as ndonjë gjë, kurse teknologjia kishte qenë aty prej vitesh e vitesh, edhe e pash se s'kishte asnjë lloj reagimi edhe thash okay, po e bëj vetë, se mund të them gjithë kohës se çfarë bëjnë këta s'po na bëjnë asnjë gjë, nuk po na ndihmojnë, nuk po na bëjnë, po ideja është që po kur ankohesh, edhe vetëm ankohesh, pa e ndjekur me ndonjë veprim nga brapa, nuk është se zgjidh ndonjë gjë të madhe, kështu që edhe unë mora atë mundimin e shkruajta një temë të gjithë vet atje që ishte edhe ajo diçka më vetë ndryshe nga çdo lloj gjë tjetër që kisha provuar. Përveç dëshirës, domethënë, më hamendja se duhet edhe pak përgatitje, se nuk më hamendja se të gjithë ata që të vinë të vinë për programim apo jo. Ata që duan këshillim. Zakonisht janë studentë të cilët ose kërkojnë një këshillim për deg, domethënë, çfarë të nisin, ose kërkojnë për lëndë caktuar, ose për fusha caktuar. Por unë normalisht i drejtoj tek profesionet të cilët kanë bënë lidhje me teknologjinë. I bindur plako që ka një të ardhme të mira aty, domethënë, nëse këta tipa janë të ardhme, të afta bëjnë, domethënë ti i bindur që kjo është diçka që vërtet do të sjellë ndryshim. Shikoj, ideja ime është kjo që nëse sa më shumë persona, le të themi, kanë një status të mirë ekonomik edhe arsimor normalisht, aq më qytetarë të mirë bëhen ata për shoqërinë, mendoj unë. Kështu, ky është një, si thua, një makro gol. Po. Edhe realisht mendoj që nëse një profesion ka të bëjë me teknologjinë, është një profesion që ja vlen, edhe në qofse, edhe pse në të ardhmen, domethënë se kohët e fundit ka plasur kjo chat GPT, edhe po thonë AI të na marrë punën, mendoj se edhe në qofse në të ardhmen ajo do të zëvendësoj, ti që je sa më afër teknologjisë, do kesh më shumë mundësi që ti të adaptohesh me punët e reja që mund të krijohen. Në sensin që para shumë vitesh, për shembull, nuk kishte disa lloj profesionesh që tani i ke. Sepse le të themi që para shumë vitesh nuk kishte
project management për aplikacionet ose product owner ose tani bëjnë automation testing ose domethënë gjithë cikli i zhvillimit të aplikacioneve ka krijuar profesione ndryshme ose functional analyst që bëjnë tani. Domethënë janë edhe mendoj që me zhvillimin e AI apo me teknologjisë do mund të krijohen aplikacione të reja. Dhe nëse ti je sa më afër teknologjisë, aq më e thjeshtë do jetë për ty që ti të adaptohesh të këto lloj profesionet. Sepse normalisht edhe unë nuk pretendoj që të bëj gjithë jetën time të njëjtën gjë që jam duke bërë tani, kupton? Madje them që tek 30-tat të provoj në gjë tjetër. Si për shembull? Se ti akoma. Jo, e ke thjesht domethënë kështu që ta cirkulosh si qëllim. Pastaj se çfarë del. Po mirë është ajo, edhe unë ashtu e shoh, edhe unë jam goxha i hapur domethënë. Unë këtë që e bëj një çik me pasion, e kam shumë qejf domethënë, po normalisht gjithkohës shoh edhe si të them kështu opsione të tjera. Unë do të jem çik i hapur, kështu do të kem shumë gjëra në jetën kohë që nëse dështon njëra mos ngelen kështu si fyll pastaj, po të kem tjetrën edhe prandaj mundohem të mësoj pak nga të gjitha, po ka pasur një rrym para ca kohësh që për sa i përket programimit, një periudhë të vogël e kalojmë pastaj te këshillimi prap, që thoshin që të gjithë personat duhen të mësojnë të programojnë, domethënë. Tani ishte gjysmë meme, ishte cik me shaka, ishte ajo pjesa e minatorëve që thoshin learn coding, që nuk e din që se ke parasysh se Sa reale është ajo në studiot tu domethënë? Sa reale është që gjithkush që e ka mundësinë të mësoj kodin? Unë dikur kam bërë një postim apo një blog në lidhje me se si të ndihmon programimi në jetën reale, në sensi që nëse ti ditë programosh, ditë të bësh disa gjëra më mirë në jetën reale. Edhe një nga ato gjërat është që ti bën research bën shumë kërkime për një temë caktuar, domethënë edhe në jetën reale nëse ti ke një problem, nëse ti merr shumë le të themi informacione për atë lloj problemi dhe kesh më të thjeshtë për ta zgjidhur. Një gjë tjetër është të zhvillon shumë mendimin logjik. Edhe në jetë, për shembull, nëse ti do jesh para zgjedhjeve, mendimi im është që për te emocioneve, se ne jemi njerëz dritohemi shumë nga emocionet, por nëse ti anon pak nga ana logjike ose përdor logjikën, nxjerr të mirat e këqijat, mendoj se zgjedhjet e tua domethënë në jetë mund të jenë edhe më të mira se nëse bën në mënyrë emocionale. Pastaj është edhe ajo që thash që të mban gjithkohon të karikuar, domethënë gjithkohon një në kërkim të gjëra të reja, teknologjive të reja dhe nuk bëhet krijon këtë çështjen e sfidës në vetvete, edhe që mendoj që është një cilësi që çdo person duhet ta ketë dhe ta sfidoj veten, domethënë fusha ndryshme, jo vetëm në profesion. Vëren të pjesën e logjikës, domethënë normalisht nga mënyra e funksionit të inxhinieri jam nuk është se është shumë larg, është larg sepse nuk është e njëjta teknologji ose e njëjta fushë betejë, themi, po që prap nga anët logjike, po nga pjesa njerëzore, domethënë si se cek e ditë emocionet, ne akuzohemi si shumë shpesh plakosh se jemi shumë racional ndonjëherë ose si jemi roba ndjenja e kështu. Sidomos me fermat është problem shumë i madh. Nuk arrin të mendoj shumë në mënyrë shumë racionale, do që çdo gjë është si një funksion që do të ketë çdo x një y edhe pastaj nuk bën çështja nuk bën më sens gjëja se e lëm ndonjëherë unë kam vënë domethënë sidomos kur diskutojmë, unë kam fatën e mirë që në industrinë e ndërtimit inxhinierët janë meshkujt në këtë rast edhe i arkitektët janë femrat, e kupton edhe është ajo old school beef, domethënë që janë inxhinier me arkitektët e vëre që ndonjëherë domethënë logjika me ata thjesht nuk funksionon, domethënë edhe pastaj thua një okay, mund ti si të duash. Po. E vëre.
Jo, pëlqen ai fakti që për pjesën e këshillimit atje do të thëshë një çik prapë se sa janë adjeni, domethënë të rinë shqiptarë që për degët që zgjedhin. Domethënë si për të punuar direkt si për shkollë. Se besoj se janë shumë. Të paktën se tash jam bërë për të thënë në kohën time. Në kohën time ne ishim, më thënë, shumica aty ishte, mos them që 70% ishte rastësisht, ose kjo na doli, s'na doli mjekësia dhe erëm këtu. Edhe një këshill që ja jap unë të gjithë ato që më pyesin, se shpesh më vjen edhe në pozita që unë të bëj zgjedhje të jetës për to. Se unë kam menduar të bëj këtë ose këtë. Më thuaj ti, kë duhet që të zgjedh unë. Edhe unë normalisht të mirat shijat që ka, domethënë, çdo alternativë ose edhe në fund fare gjithmonë i them kjo është një zgjedhje domethënë personale që normalisht duhet ta bëj personi, se mentorimi është që okay, unë të jap ty një uri nga eksperienca ime, por zgjedhjen duhet ta bësh ti, nuk është se duhet ta bëj unë zgjedhjen për ty edhe pastaj se është edhe pjesa e përgjegjësisë pastaj që okay, më the ti vendos si edhe më bëra kështu. Edhe gjithmonë mundohem që në çdo mentorim si fillim kuptoj situatën në cilën ndodhet personi, në sensin çfarë hobish ka, çfarë i pëlqen bëj, sepse këto janë shumë të rëndësishme, domethënë nëse ti e them nuk e lidhje fare me teknologjinë edhe ke dëgjuar që le të themi një X profesion, cyber security ka shumë lekë këtu, prandaj edhe po ke qef dalësh ose piktorosh ose ku di unë normalisht okay, mund ta bësh nëse i futesh, po këshilla ime është që gjesh diçka që ta duash. Po, ka të bëj me artë, se fundja punët me teknologjinë, themi atë që është duam durim, edhe që të kesh durim për diçka duhet edhe ta kesh çik qef. Edhe pastaj ajo më duket se ajo duhet të jetë variabla më e rëndësishme që duhet ta kesh qef, sepse dhe i referohem prapë paralelizmit në jetën time, domethënë që është nuk është shumë larg nga inxhinieria që sado i vullnetshëm ti je, nëse nuk e do atë gjë, domethënë thjesht ndonjëherë ti e kanzari se nuk bën, e kupton. Është një kur hyn një mamën ju e keni kur bën coding që nuk funksionon ai gjë, do ta shikosh gjithë nga e para. Ne kemi ca pika konstruktive, domethënë që të del një gjë komplet bullshit në fund, domethënë do ta shikosh gjithë nga e para. Edhe po nuk e patë me qef, po nuk e patë dëshirën aty, domethënë sado i vullnetshëm ti je, thjesht i kanzari fare, kështu që aty duhet nisen të gjitha ata mamën e mua. Po, normalisht tek pasioni. Plus është edhe çështja faktori prindër, le të themi. Në përzgjedhjen e shkollave që unë zgjodha këtë sepse këtë më tha prindi ose këtë më sugjeroi prindi. Normalisht duhet t'i dëgjojmë prindërit se zakonisht kur na flasin për mirë, por jo gjithmonë ato e dinë se ç'është më e mirë për ne, në sensin që ne mund të kemi një dëshirë ndryshe, edhe ato mendojnë ndryshe për ne, edhe kjo është një çështje pastaj shumë e thellë ose shumë. Ne kemi diskutuar para një 3-4 episodësh në Twitter Space të pjesën. Shife, referohem asaj që theti më përpara, domethënë që shumë profesione që janë sot më përpara nuk ka qenë. Unë jam me atë pjesën që thua ti që duhet të dëgjojmë prindit, se normalisht po vjen gjithmonë nga një ose gjithmonë. Flasim zakonisht se ne kemi fatin që ne kemi persona, po zakonisht kur të flet familja për një shkollë për një gjë, vjen nga një vend i mirë, vjen nga dashëmirësi që të kesh një jetë sigurt, po
Siç ishte ajo që ti që nuk ka pasur profesione, për ta prindit drejt, domethënë kur është një vendim kaq i madh sa është drejtimi që do ecësh për shkollë, se është shumë, flasim 5 vjet minimumi. Edhe i bi që do jetë shumë e keqe nëse kjo gjë si pëlqen fëmijës, se i bi pastaj që nëse ti i pëlqen, do sa pastaj po ja shikon mirë që ta thash unë. Nëse si pëlqen të thosh jo po ma bën ata më detyruan, kështu që rritet del një lloj produkti që ka pak mungesë përgjegjësie, kam unë, kështu si. Se s'është vendimi vet. Mungesë, kalim. Sepse ne kemi, domethënë të heqësh përgjegjësi nga vetja është një gjë që besoj shumica e njerëzve e kanë edhe domethënë edhe mund ta përdorin. Për shembull, shumicën e gabimeve që mund të bëjmë, mund të jemi justifikim që shikoj se kishim ne gabim, po që ndodhi kjo ose ndodhi ajo. Po, ajo ndodh mua, më punë atë punë kam gjithmonë sa herë që i kontrolloj në një që bëj kontroll kvaliteti, gjithmonë jo pse bëra unë bëj tjetër që ishte para me. Ajo është kryesorja, po shiko, gjithë kohës e dëgjojmë ato pjesën e media ne, domethënë të pjesa e zgjedhjes karrierës, domethënë sidomos edhe për pjesën e problemi meshkuj, femra etj, apo çam tha babi, çam tha mami që jo më detyrojnë më bëjnë. Unë kuptoj pjesën që gjithkush do të heqë përgjegjësi nga vetja, po shumë breza kanë luftuar që këtë përgjegjësi ta kenë vetë, edhe ta ketë diku për ta, dhe nuk mendoj se duhet ushqyer fëmijët me atë pjesën, domethënë që bëj kështu si them unë, se unë e di ti s'digje, unë kam punuar se. Në fare tani, shumica e prindërve janë punëtorë, ku ti gjë ai se çfarë është programming, domethënë. Do ikësh bëj në shkollë me kompjuter, do thonë, e kupton. Po. Ta themi cop. Prindit e mi, domethënë, akoma se din çfarë bën tamam. Pikë po është edhe hapësira me disë brezave shumë e vështirë t'ja shpjegosh ti. Domethënë është ata nëse se kanë bërë vetë, domethënë nëse kanë pasur kontakt me atë lloj informacioni, hajde ti, sille mendje vërdall tash se çfarë është ajo. Mua për shembull një gallat me këtë. Më erdhi një të lagja dhe më tha ka bërë goca një shtëpi. Dhe do të bëjnë ndarjen e brendshme të shtëpisë, se ka vetëm kolona, tha do më bësh çik ti, tha se ti merresh edhe me kompjuter. I thashëm po kjo është do arkitekt, është do interior design. Po tha mos e vit më për lekë, se do të jap lekë, po vetëm ma bëj çik. Po ajo është shumë e keq. O daj nuk po si jam arkitekt. Ua. Ka plot raste, për shembull, shokun tim që me thrasin aty ke lagja për lavatriç. Seriozisht. Po, sepse se kuptojnë, domethënë shumica mund të them që 30 e lartë ndoshta se kuptojnë ose çfarë nuk janë të fushë. Po si mund t'ia shpjegosh këtyre personave plako çfarë bën ti? Nëse një njeri të pyet, një është një 50 vjeç, për shembull, të pyeti çfarë bën. Çfarë i thuti? Ja mund merr me kompjuter. Shikoj se mua më duket pak, domethënë nëse unë do isha në pozicionin tënd, kjo pjesa do ishte pak ofenduese për mua, domethënë. Mos duket kështu si në një teknik kompjuteresh, në ata që e kuptojnë pastrojnë ato ventilatorët kur thonë merren me kompjuter, dhe jo pjesa e programimit. Programimi është goxha më thellë se merrem me kompjuter, domethënë. Po më thonë për shembull, po çfarë ti unë them programues për kështu faqen më. IT më bën. Edhe unë jam, pa IT. Hajde për pjesën, domethënë njerëzit që merren me pjesën algoritmike. Po nice. Nuk është se po shikoj, është mungesa e terminologjisë në shqip, ja, unë sa hajde më shpjegoj ti një personi çfarë është hardware, çfarë është software, kupton? Ja. Është ju i keni implementuar në shqip këto apo i përdorin gjithmonë anglisht këto? Anglisht. Edhe ky lloj profesioni nëse ti anglisht ngelesh me apo. Në çdo gjë anglisht, domethënë nuk ka asnjë shansi. Madje ajo ndikon edhe në jetën e përditshme, po them. Gjuhën që flet. Se krijon ca shaka programuesash edhe që janë gjithmonë anglisht. E normalisht është bëhet një çik weird situata në tavolim pastaj. Që kur je me të tjerë. Po.
Plako, ke shoqëri kështu me persona që kanë qenë në shkollë të lartë në këto lëndë shoqërore, në një histori, në një filozofi. Mama do ishte super skena, shikoj një programues dhe ku dëgjoj një përgjigje letërsi në të njëjtën tavolinë. Unë do paguaja lek për të parë një bisedë të tillë. Kam pas, po çështja është unë si person kam qenë edhe interesuar shumë edhe për këto deget e tjera, si të për letërsinë ose për psikologjinë njerëzore, kupton, edhe di çfarë mohabeti të jap edhe atyre. Unë letërsitë kam të fortë. Pjesa e psikologjisë, domethënë normalisht bën sens përderisa ke zgjedhur të bësh edhe këtë pjesën e këshillimit, domethënë normalisht bën sens. Te pjesa e letërsisë unë jam nuk preken fare atje. Te ofrohet ndonjë gjë, domethënë me sa ka arritur të kuptosh, ti ofrohet ndonjë gjë në për shkolla me këto, domethënë për pjesën e këshillimit apo? Shumë pak, ose fare, domethënë. Me sa kam vënë re unë, madje përshtypja ime personale është që edhe niveli i mësuesve ka rënë, ose për shembull në 9 vjeçare mësuesit e informatikës janë ato që kanë mbaruar për fizikë ose për matematikë. Edhe normalisht mund t'i mësoj si të shkruaj në kompjuter, por nuk mund t'i mësoj për shembull, sepse teorikisht programimin e keqen në vjeçare edhe në gjimnaz, teorikisht. Po. Por shumica domethënë në shkolla nuk është se implementojnë ose nuk. Edhe kjo pastaj është një çështje tjetër që dikon edhe në profesionet që zgjedhin të rinj, sepse nuk kanë një këshillim të mirë. Këtë informatika ka qenë një çike lëm pas dore plakun e mbajmë kur kam qenë në gjimnaz, që u bë kot tash, që unë 26 vjeç tash, gushtin që vjen bën 27, po ne ikni për kafe plak. Kupton, çdo mund të bëjmë një në muaj, maksimumi, edhe pastaj ishim për kafe. Ose luanim CS. Ose kështu çishte solitare, jo me letra, me atë merimangën. Po, se në herë nuk e merr te Counter Strike. Pikërisht, e kupton? Edhe ka qenë çike trishta, se mua më kam interesuar, ne kemi në gjimnaz, pastaj kemi pasur një profesor, ai ishte i ri, duke që ishte edhe pasionant, domethënë donte na mësonte ai për me këto Microsoft Experience, që ishte diçka me website, me gjëra që na i ka shpjeguar pak se si bën, domethënë edhe kemi bërë atëherë mbaj mend unë një kështu faqe nga këto kompanitë e pushimeve, që kemi një palm, një budallik tjetër kështu. Dhe ishte goxha interesante, por ishte një temë ishte, domethënë, dhe haq edhe mbyll dhe pastaj nuk kishte as interes, nuk kishte as shumë persona që ishin të interesuar e kanë vënë unë se e bëje ti për shembull, po nuk ishte me këtë krahasoje. Vetëm me vetëm të do të krahasoje, se s'kishte një rrjetë do që dore unë e bëra kështu ti si e bëre, kupton? Ose unë e bëra për çerekori ti për sa e bëre. Po ka bërë shumë angësi më. Me sa di unë domethënë kanë programe në kurrikul shkollat, gjimnazet sidomos për edukim karrierë ose por nuk mendoj se janë në nivelin e duhur, pasi janë lëndë të cilat përdoren më shumë për plotësim orësh, për mësues të lëndëve të tjera. Sepse problemi në Shqipëri me sistemin arsimor është që ti je për shembull i punësuar full time si mësues në një shkollë, duhet që të mbushësh një total orësh e zem në javë, 20 a 30. Dhe nëse ti nuk i mbush e zem me histori ose gjeografi, të cilët ka 2 orë ose filozofi le themi ose diçka tjetër, dhe ti pastaj do kalosh ke kjo të këto lëndë shtesë që një nga ato është edhe edukimi i karrierës. Po. Ideja është këto nuk bën, domethënë siç e the ti edhe është harxhim morësh se
Unë duket shumë fatkeqësi se është ky fenomeni i këtyre nxënësve ekselent. Unë nuk e di nëse ti ke qenë ekselent. Unë nuk kam qenë ekselent. Kam qenë nxënës i mirë, domethënë goxha, po jo ekselent. Edhe në shumica e këtyre ekselentëve domethënë që normalisht si femra si meshkull ka një presion që vjen nga familja, ose përderisa ti je me nota shumë të mira, Maria ta pres diçka nga ty. Të themi të drejtën ajo që 99% e shqiptarëve kur je ekselent janë te mjekësia, le të thej, apo. Po unë kam njohur shumë persona për shkakun që e kanë bërë vetëm sepse i është thënë, ose thjesht ka qenë ajo pjesë që bën me lekë, ke parasysh au iu. Edhe në pjesa e korrupsionit, pastaj se drejt nëse je mjek i pastër, nuk është të bësh ndonjë lek të madh. Domethënë thjesht do jetosh mirë. Themi atë që është. E drejt. Këshilla që merja unë kur isha në gjimnaz nga kushëria ishte bëu avokat. Nga që e kisha artu që ato lekë avokatë, dhe thonë të bëu avokat. Që të pagën më sargjët të tjerët. Ai ka pasur të drejtë në fakt, se ndryshe për shembull vetëm në Shqipëri është ajo pjesa e juridikut ashtu siç është. Nuk kam dëgjuar me asnjë vend tjetër që të hysh ai thjesht në juridik sesa në Shqipëri, është pa parë me asnjë kulturë tjetër, domethënë. Zakonisht kushton është më vështirë të hysh në juridik sesa edhe në mjekësira gjëra. Mbas mjekësi jo, mbas aty janë aty domethënë, po që Te pjesa juridike unë mendoj që është më shumë, domethënë profesioni vetë është më shumë tregti se sa avokatësi apo. Po. Në Shqipëri fatkeqësisht ajo pjesa është pjesa e të qenit sekser, domethënë shif nga xhepi në xhep tjetër. Ajo është fatkeqësi, dëmton dhe emrin e profesionit shumë. Normalisht unë mendoj që ka edhe njerëz domethënë që bëjnë punën siç duhet, sepse nuk është se janë gjithë një lloj, po që domethënë e përgjithshme mendoj se ashtu është. Ashtu është. Edhe një nga gjërat që unë jam munduar vetë domethënë është që në radhë parë mos kem të bëj me punët në shtet, sepse mendoj që punët në shtet për çfarë do lloj profesioni janë të përkohshme normalisht në varësi të partive etj. Edhe nuk është se ke ndonjë rritje, le të themi, si ekonomike, si profesionale. Je statik domethënë, nuk është se mëson ndonjë gjë ose nuk është se ke kështu sfida gjëra. Po përshtypja ime, ndoshta jam edhe paragjikues këtë pjesë, është se kush do punë shtet do që të rri rahat. Do që të më thjesht marrë një lloj rroge domethënë edhe mundësisht sa më pak punë të më. Edhe mundësisht nëse ka ndonjë hapësirë për bërë ndonjë gjë siç bëhet ta bëj edhe, po që kjo është një nga këshillat që e mendoj vetë për veten edhe që ja jap edhe të tjerëve domethënë. Normalisht mendoj se privati në fundit edhe pse mund të ketë domethënë favorizime që shiko se njeh këtë ose njeh atë, po në fund fare ai do doj që të dali le të themi me bilancin plus dhe jo me bilancin minus, edhe normalisht nëse është një biznes i saktë, domethënë që s'është për pas reflekësh Normalisht. por edhe normalisht do marr një punonjës që ja vlen dhe është i aftë për atë punë. Normalisht nëse ai punon si deli mirë, pastaj logjikisht është nëse ai është punonjës shumë i mirë, do ishte në interesin e pronarit firmës pastaj që të rriste edhe rrogën, edhe të ofronte edhe logjikisht se ne fatkeqësisht dëgjojmë ato anekdotat në Shqipëri, domethënë që sado mirë të jetë pronari, domethënë nuk i intereson fare për atë që ka punësuar. E kuptoj. Mbase është pak më mirë tek ajo kjo. Për sa i përket rrogës, unë mendoj që janë tralla kompanitë që kanë një sistem vlerësimi, në sensin që çdo 6 muaj ose çdo një vit ne do rivlerësojmë punonjësit edhe mbas të performancës le të themi do i rritet apo jo rroga ose në sa do i rritet përqindje. Dhe mendoj që janë tralla.
Edhe përgjegjësia këtu tani tek punëmarrësi është që ai ta kërkojë atë që mendon se meriton. Kupton? Sepse ka njerëz për shembull që kanë në një punë një vit e gjys, edhe presin që pronari ose kompania të bëjë një rritje rroge, por ndërkohë kompania nuk është se ka ndonjë sistem vlerësimi. Edhe në qoftë se ti je në këtë situatë që, je në një kompani që s'ka një sistem vlerësimi, ose nuk e ke diskutuar paraprakisht që një herë në sa kohë kemi rivlerësim të pagës, edhe në qoftë se diskuton paraprakisht, e mira është që në momentin që shkon periudha për cilën ti ke rënë dakord për shembull, t'ja kujtosh vetë. Edhe kjo mendoj që është normalisht është edhe përgjegjësi e punëdhënësit, po që përgjegjësia më e madhe është ke punëmarrësi se fundja ai është ai që do marrë rritje rrogës, ndërsa punëdhënësi do që ajo bën sens që thua ti se sa më minimale. Ai përderisa po i bëhet puna, nuk ka ndonjë detyrim të themi drejt për drejt ta bëhet. Mund ta bëjnë nëse do, nëse të ruajë një atmosferë të ndeshme, po përderisa ai që bën punën nuk e kërkon vet, nuk ka pse dalë jo ti urdhë. Po ta japun rall ndodhin ato. Plus është edhe kjo gjë tjetër, që nëse ti ke një pakënaqësi, është e mirë që ta diskutosh, kupton? Në sensin që mua më pëlqen kjo gjë në këtë proces pune, ose kjo gjëja më duket jo drejt, që mos shkoj domethënë situata aty që ti të rrish një vit e pak, edhe pastaj të japësh ndërheqjen, edhe kur shkon me ndërheqjen, po cilat janë është, sepse për shembull ti s'ke fol fare gjatë një viti, çast ka pëlqyer. Edhe ti që thua, po ti s'më ke rritur rrogën për shembull, edhe ai që thotë, domethënë me drejt mund të thotë, po mendoja që ti ishe i kënaqur me këtë rrogë, se s'më ke thënë ndaj gjë deri tani. Po. Jo, ato të drejtë ka, unë jap të drejtë atij, nëse ti si e kujtuar asnjëherë. Kupton, edhe kjo është në përgjegjësinë e punëmarrësit, që të jetë si tu është që qarës koke tek punëdhënësi, se fundja po s'kërkove nuk po si t'ja kërkoj? Si t'ja kërkoj, sidomos ata që kanë për herë të parë, domethënë, se unë kam pasur në mbaj mend herën time të parë kur kam kërkuar rritje rroge, ka qenë sikleti, domethënë motrat fare, themi atë që është plako, është sikleti i madh në fillim. Se nuk e din që se kanë vetëm mund, domethënë, për na shkruar ajo nga familja që duhet jemi të zgjedhshëm, duhet të punojmë shumë, duhet të punojmë fort, domethënë, dhe kur kërkoja duke qenë se u po e merja në gjë aty, ose ku duhej thjesht ishte haku im, domethënë. Edhe ai që ishte se në Gjermane sapi, ta mendoj, e mendoj gjithmonë, ta që varelesh, për çfarë vrava mendje ka i shumë, domethënë. Si ishte aq e vështirë sa dukej. E drejtë. Edhe unë, domethënë, në fillimet e mia kam pas shumë vështirë, se si tip, domethënë, anoj më shumë nga introverti, edhe e kemi çik vështirë si thua që të shprehemi. Por marrëveshja ime që ishte, domethënë, që pas një periudhe të caktuar do kishte rishikim page, edhe keq shkova i thash, domethënë, që shiko se ka kaluar kaq kohë edhe s'është bërë gjë. Kupton? Por në kompani, varet nga kompania, këshilla do ishte që si fillim ta diskutosh që në fillim, domethënë që në momentin para se të firmosh kontratën që do punosh me këtë kompani, ta diskutosh që si është procesi i vlerësimit, çfarë përfshihet, përveç pagës, për shembull mund të ketë edhe benefite të tjera. Normalisht tu mund të flasim për profesione ndryshme, por që mendoj se duhet ta diskutosh edhe kohën e rishikimit, ose kanë apo s'kan sistem rivlerësimi ose performance. Edhe në këtë mënyrë, përveç se ti merr këto informacione për vete, tregon edhe që shiko se ky le të themi merr vesh edhe nga këto punë të tjera, nuk është se është një person që s'ka njohuri fare nga kultura e punës, edhe punëdhënësi pastaj të shofi edhe me një sy tjetër, mendoj.
Pastaj në varësi të mënyrës se si kompania, domethënë, ka apo s'ka rivlerësim, emaili është mendoj unë hapi i parë, qofse në kompaninë funksionojnë emailet, kupton, tek shefi ose tek përgjegjësi. Nëse nuk funksionojnë emailet, do marrësh guximin edhe do shkosh, domethënë, tek personi i cili është përgjegjës për atë punë. Pra hapi i parë është gjetja e personit përgjegjës për rritjen e rrogës. Të me thënë, kjo normalisht, kjo bëhet një çik më vështirë për këto kompani që janë më të mëdha. Po si është tregu për momentin të jesh programues në Shqipëri? Është i mirë, është i oshës, domethënë? Pandemia, përveç shijave, pati një gjë shumë mirë. Se hapi më shumë tregun e punëve të cilat mund bëhen edhe remote. Edhe le të themi këtë që kompanitë shqiptare përveç se duhet të konkurrojnë me njëra tjetrën për talentet që kanë në Shqipëri, duhet të konkurrojnë edhe për kompanitë të cilat punësojnë remote. Që është konkurenca më e lartë. Po, normal, nga që pagat, për shembull, një person mund punoj për një kompani suedeze edhe normalisht një kompani suedeze nuk domethënë një në Shqipëri vështirë se konkuron. Thjesht problemi më i madh me punët remote është se shumica janë me kozjatje të caktuar, për shembull, kontratat fillojnë nga 4 deri në 6 muaj edhe mundësit për shembull për rinënshkrim të kontratës pastaj varet nga ecuria punës ose ecuria projektit. Por që ka treg punë ka, sepse ka goxha kërkesë edhe ajo që ndodh është kemi qarkullim punojësve, në sensin që një punonjës mënyra më shpejt që ai të arrisi pagën është të qarkullojë sa më shumë kompani. Domethënë, qofse ti je në fillimet e tua, të rrish le të themi një vit te një kompani, pastaj një vit te një kompani tjetër, pastaj një vit te një kompani tjetër. Njëjtën gjë e kam bërë unë kur kam qenë fillimet e mia, pasi për arsye të ndryshme, jo vetëm për pagën, por le të themi që realisht kjo është një nga mënyrat me të cilat ti mund të arrisësh pagën tënde më shpejt. Një gjë tjetër kemi që ndikon tregun është se kemi vazhdimisht largim, siç e përmendëm në fillim, të punojësve në shtete të tjera, sidomos kohët e fundit Hollanda, si thua, ka bërë fushat marrje punojësish, për shembull nga kompania ime kanë ikur mia 4 veta. Një djalë tjetër që unë e intervistova për një projekt, ai iku në Holland, kupton? Edhe nga komunikimet që kam me shokët e mi atje thonë që janë akoma në kërkim edhe plus është Gjermania që më duket ka futur këtë ligjin e ri që mund të rish deri një vit për të kërkuar punë atje, që edhe kjo pastaj të ndikojë mendoj goxha në largim. Edhe duke qenë se kemi këto largime, bëhet hapet tregu për këto personat me më pak eksperiencë, edhe të cilët kanë mundësi të futen tek kompanitë si junior. Prandaj mendoj që edhe për një 5 vjet mendoj që do ketë treg goxha për programim. Po me këto kur një person sa mbaron shkollën, domethënë i pa me pa eksperiencë përpara, domethënë çfarë rrogash kanë hyrë si to? Me hamendsi ose mesatare, nuk ka nevojë të precise. Me rroga minimale, le të themi. Po që mund të jetë minimalja tek 300 të vjetra në kompanitë të vogla,
në kompanitë e mëdha fillojnë edhe 900, 1 milion. Po. Do me thënë, unë di person realisht që kam filluar me të lloj rroge që mund duket ndonjëherë edhe si shumë, le të themi, po që biles ka dhe startup në Shqipëri që rrogën minimale kanë $1.000. Po. Pavarësisht eksperiencës ose pavarësisht pozicionit punës. Thjesht e kanë një lloj standardi, domethënë që ajo është rroga minimale. Po unë tash, domethënë unë nga njëra anë jam kundër kësaj pjesës me ligj për të vënë një minimum, po jam pro këtyre politikave të brendshme të firmave, domethënë që kanë një lloj që shifet se ky robi sado eksperiencë të ketë, sado i aftë tjetë apo mos tjetë, domethënë nuk mund të jetë kështu burnout fare, sepse derisa ka bërë një shkollë, ka domethënë një kapacitet ka, domethënë, kështu që nuk mund të paguajmë një person të tillë. Kjo është logjika ime, unë mbas jam gabim, por nuk mund të paguash një person të tillë që ka mbaruar të shkollën më pak se ç'paguhet një në call center, se duket kjo është absurde. Zakonisht tek pjesa e pagave, domethënë përveç se është kjo minimumi, është vetë tregu që e rregullon, kupton? Se nëse ti nuk ofron një pagë, domethënë që të paktën sa minimumi që ofrojnë kompanitë e tjera, nuk do konkurosh dot, s'do kesh punonjës. Kjo është goxha e shëndetshme kjo kur e rregullon tregu, se nuk konkurrojnë vetëm punëtorët për vendin e punës, por konkurrojnë edhe firmat për punëtorët. Kjo është shumë e shëndetshme për mendimin tim, për sa i përket rrogës edhe kushteve. Kushtet e punës si janë zakonisht në këtë tek plako. E se ti përmendoj përpara që ka benefite të tjera përveç rrogës. Cilat janë ato për shembull? Po benefit, sidomos kompanitë e mëdha tani ofrojnë pensione private. Ka kompani të cilat mund të ofrojnë edhe membership për palestra, check-upin falas me anë të kompanisë të sigurimit. Për shembull, te kompania ku jam unë, çdo vit kemi edhe kontroll sysh. Benefitet tjera pastaj po të ky startupi që të përmenda janë edhe shpërndarje të fitimit, nëse arrin një target caktuar, për shembull 20% të fitimit, diçka e tillë. Pra, në këto lloj profesionesh nuk është vetëm pjesa e pagës. Plus tash është shumë e rëndësishme kjo pjesa e lejon apo nuk lejon punoj remote. Qofse një kompani e cila ka punonjës, domethënë, të cilët kanë bënë me teknologjinë, thotë që mund ta bëjnë punën e tyre nga laptopi, nëse ato nuk ofrojnë një alternativë remote ose hibride, ata humbasin punonjës realisht. Sepse pas asaj që kaluam, është e vështirë që një person të shkojë, domethënë, full në zyrë. Se edhe profesioni ta jep mundësinë, kupton, se nuk është puna ime që do i kontrolloj çfarë u bëj, domethënë, ju bëni online. E drejtë. Edhe sipas mendimit tim, kjo pjesa hibride është zgjidhja më e mirë. Edhe full remote, unë nuk jam shumë, pasi njeriu ka nevojë të socializohet, kupton? Unë asun vetë se nuk e pëlqej si metodë punë remote, e kam bezdi, por unë jam pro zgjedhjes, domethënë, nëse dikush e ka qef ta bëj punën remote, bëj vëlla. Jam pro të qenit aty si zgjedhje. Po, drejt. Se çfarë bën tjetri është problemi vet. Po unë personalisht nuk më pëlqen fare, unë jam, domethënë, unë dua të kem njerëz vërtet, se është dhe puna e tillë për shkakun që ne na duhet të bëjmë pyetje gjithkohë njëri tjetrit, se normalisht kam që është 60 vjeç një tjetër, dhe janë disa gjëra që unë i kam parë në kantierë mos ditë interpretoj, ai ka 60 kantiere ta kupton që i ka bërë, kështu që normalisht është më thjeshtë se ajo merr telefon, shkruaj email etj. Po përveç kësaj është edhe pjesa e tipit, se jemi edhe kafshë sociale. Sa ajo duam të jemi me njerëz, sado për shembull introvert apo ekstrovert, ti është mirë ti je me njerëz. Është
Ma hamendja janë të pakta ata persona që thoshin që jo, do të jem komplet izoluar vetë gjatë gjithë kohës. Po, janë në vërtet rrallë. Përse, për pjesën e shpërndarjes më punësisë në to deg, sa mund të jetë përqindja e femrave që merren me këtë lloj pune në Shqipëri? Në Shqipëri, unë mendoj që nuk është se ka shumë diferencë madhe. S'ka? Nuk mendoj se ka shumë diferencë madhe. Biles para pak kohësh të kompania ime ishin në kështu, ishin në avantazh. Ka për sa i përket si e percepton ti domethënë ka diskriminim apo paragjykime ato që dëgjojmë kështu apo Shiko, unë se shoh që bën edhe ndonjëherë konferenca Women in Tech etj. Unë mendoj që ato janë, ta them, janë kot. Sepse nuk kanë as diskriminim, nuk është se e kanë të vështirë, mendoj unë, që të futen në këtë lloj profesioni. Ndoshta mund të hasin vështirësi në futjen në punë si në çdo lloj profesioni, por jo në këtë lloj profesioni në sensin. Ke parasysh në sensin e ngacmimeve, por që të jenë diskriminuar për sa i përket teknologjisë ose për shembull të quhet si një profesion mashkullor në Shqipëri, nuk e shoh. Unë ka pasur një debat me një shoqën e partneres time, skoceze, Filania, dhe bën punën e cyber security. Kupton? Edhe ishte duke ndërtuar këtë pjesën e argumentit tim, domethënë që jo, women in tech is so hard, is so difficult, I get judged. Kupton? Edhe më bëni përshtypje pyetja sepse kur I thosha pyetje specifike që okay, domethënë si ka ndodhur se është unë e kuptoj nëse për shembull një inxhinier e ndërtimi e femër do më vi mua të thojë që o blon unë jam e diskriminuar, do të them po, unë e di që je, pa ma thënë ti unë e di se je, se unë e kam parë me sytë e mi, domethënë dhe ndodh. Është industria më konservative, domethënë nga të gjitha. Por të kjo pjesa, nuk mendoj se ajo ai brezi I vjetër domethënë që edhe I ka një çik ato gjërat e ndame me kështu me thik domethënë, nuk është prezent ai shumë në atë lloj industrie sa është në të lloj industrie. Prandaj nuk më bën shumë sens kjo pjesa më më gjikon se janë femër. Sidomos këto që janë gjitha që bën edhe remote, për shembull, shumica e tyre nuk e din as se kush është ai që e bëri si person më hapën. Kështu që më duket çike vështirë kjo pjesa që jo më gjykoj, janë femër se janë femër. Për sa I përket Shqipërisë, nuk mendoj se ekziston realisht domethënë kjo diskriminimi I femrave në teknologji. Madje mendoj që mund të kenë avantazhin për shkak se femrat janë ato që në Shqipëri statistikisht shkojnë më shumë në shkolla të larta, edhe kanë më shumë, le të themi, mundësi që të mbarojnë universitetin, edhe do një pjesë e mirë të tyre të shkojnë ose në programim ose cyber security. Edhe unë kam parë për shembull që pasi unë punoj për kompani italiane, kam parë që atje raporti I meshkujve me femrave, domethënë aty edhe mund të ketë një lloj diskriminimi pasi shumica janë meshkuj, po në kompanitë shqiptare nuk para e shoh. Ose kanë kuota ato kompani apo ja thjesht kush është I aftë të merr vend në punë? Tani ashtu siç është bërë tregu, domethënë mjafton që të jetë I aftë, nuk është se garanci domethënë çaj jenë mashkull apo femër. Punën time të parë unë team leader apo menaxher, administrator, jam pasur femër. Edhe në punën e dytë shumicën e kolegeve ishin femra. Kam punuar për kompani belge remote, gjysma e skuadrës ishte femra. Ke kompania ku jam po ashtu, mos them që mund të jenë diku për 55% femra. Kështu që unë realisht domethënë më duken nonsense to konferencat që bën Women in Tech. Më duken vetëm kështu çështje marketingu, se nuk është se shoh që hasin në vështirësi më shumë se çasim në meshkuj. Po. Jo, për pjesën e vështirësisë profesionale as unë nuk e besoj, sepse
bëre mirë që e përmendë si fakt, na shkaloj faktin që përgjithsisht, nëse normal raste specifike ka, por përgjithsisht domethënë femrat në Shqipëri janë ato që e kanë më të thjesht për të shkuar femrat, shumica e femrave nuk kanë as detyrim, se shumica e meshkujve kanë që kap në punë, që kapi çokë tu kur janë në shkollë, sidomos kur familja mezi ja del. Të themi atë që është domethënë. Kur familja nuk ja del, edhe shumë mirë ti jesh në shkollë, thotë që bëjnë ai një punë, domethënë sikur gjysmë ditë apo tjetër që të përballosh ca gjëra vet, kurse te gocat e kanë vënë që nuk e kanë këtë. Domethënë ose e kanë për në numër shumë të vogël, zakonisht e kanë të thjesht mbaroje ti, edhe do merremi ne me të tjerat. Edhe po kështu plako pastaj si probleme që ndodhin në çdo lloj pune, jo vetëm aty kështu të pjesa jo ngacmime seksuale, sharje, bërje, zënka, domethënë është më e qetë situata, është më normale, më e civilizuar situata në atë industri apo njësoj si të tjerat. Nuk shoh ose nuk kam pas raste. Vetëm një rast kam dëgjuar, domethënë që ka pasur një ngacmim nga shefi, por që kështu që të jetë në mas, domethënë nuk Si çdo kund domethënë që thjesht del ai tip që do e prishi atë torbën. Domethënë kur një femër kërkon ndihmë, se janë edhe meme që kur një femër kërkon ndihmë, i shkojnë tre njerëz të ndihmojnë, kur një mashkull kërkon ndihmë, me zëri shkon një. Kështu që është edhe kjo pjesa tjetër. Temi. Këtë është thik me dy presa këtë përjetojmë edhe ne domethënë. Unë e vëre se unë jam në një pjesë të industrisë që jam në project management, domethënë që jam në mes të çdo lloj gjëje, unë jam me thika nga të gjitha anët, domethënë edhe normalisht ne na duhet të bëjmë edhe shumë research, sidomos edhe për detajet vogla, apo edhe për një lloj buloni që do futet diku për shembull, edhe e vëre që kur bëjmë në një pyetje njerëzit e marrin kështu for granted që ti duhet ta dihet, domethënë kur bën ajo goca që është ngjitur me mua i thonë që po është kështu, tash plak, what the fuck, po kur pyes unë edhe mua nëna më ka bërë. Po pra, jo mirë, domethënë më mirë kështu. Më mirë kështu se nuk vjen më pak ankesa, ose shpresoj të vjen më pak ankesa. Se normalisht këto çfarë bëjnë këto women in tech, këto budalli që do bëjnë gjithmonë, domethënë thjesht duan të harxojnë ca lek. Normale. Paktën jemi në të njëjtin mendim për këtë pjesë. Jo, unë jam përgjithsisht në pikpamje politike, unë jam kundër kvotave, për që jam kundër këtyre asambleve, jo se të bëhemi për femrat apo të bëhemi për meshkuj, jo plako, mua më intereson fare. Që se Mustafa hap nesër pas se një biznes ka të drejtë marri këtë doj trapja tim punën, ja bëri punën. Ti jesh mashkull, femër, kal, qen, mace, what the fuck, atë bën punën. Ai është biznes privat. Biznes privat. Edhe në shtet, jo se në shtet është shumë keq, edhe në shtet i fusin kota ata thonë se jo do të kemi reprezentativ. Reprezentativ zgjedh ai me vot, ai që futet në punë dalë je më mirë për atë punë. Çfarë rëndësie ka? Edhe ministria e meshkujve të jetë, nëse robi më i kualifikuar për atë punë, qellon një femër merre vllai, çfarë më intereson mua, çfarë s'ka reprezentative atë fare. Është e njëjta gjë si mund të ngrimin e meshkujt, për shembull, bëjmë konferenca men in nursery, për shembull, që shumica janë femra si infermiera. Po të marrësh raste kështu për të tallur çik për bërë shaka ka plot plak, e kupton, ne thjesht meshkuj mund të bëjnë tani direkt sot meshkujt në gastronomi që nuk bëjnë bakshish në krahasim me femrat, e kupton. Një kamariere bën bakshish sa mund të bëjnë 10 çuna bashkë. Në qoftë se kanë sjelljen e njëjtë, e kupton? Vesh nuk diskutohet fare, se ashtu funksionon që apo se bën njerëz se thonë asaj që i të vjen dur biga në mbyllë gojë. Puno aty qen. Po jo, ka, gjithë secili ka ato veta. Unë mendoj se sa më shpejt ti lën këto lloj budalliqesh aq më shumë do fokusohen për gjëra të tjera. Mamja këto lekët që bën për këto konferenca mund të hidheshin në për ca seminare për
mësuar gjëra të reja, për të prezantuar ide të reja, domethënë ta bësh për gjithë, se ama nëse ka një mënyrë më të mirë që ti sulmosh këto gjëra është të sjellësh njerëzit bashkë. Dhe ku ka më mirë se sa të sjellësh meshkuj dhe femra bashkë me të njëjtin dhomë për të mësuar diçka të re së bashku. Kështu që ti bësh sa më të aftë për veten e tyre, të kenë një mendim sa më kritik, ti dyshojnë gjërat. Domethënë, këto 2-3 gjëra unë janë këshilla që ja jap çdo kujt, në sensin që edhe nëse unë të mentoroj për diçka, ti mos u mjafto me atë që unë kam thënë, se normalisht unë vi nga eksperienca ime dhe mendimi im mund të jetë çik le të themi bazuar në këtë lloj eksperiencë, për një person tjetër mund të ketë një eksperiencë tjetër, edhe ai mund t'japi një këshill tjetër. Ti tani si person ke atë përgjegjësinë, nëse ti do që të kesh një vendim sa më të mirë të mundshëm, ke atë përgjegjësinë që të bësh atë kërkimin tënd, të dyshosh ato që unë kam thënë apo të ka thënë dikush tjetër, edhe të dalësh me një mendim tënd, të zhvillosh mendimet e tua. Sepse shumica e njerëzve i marrin gjërat shablon. Edhe madje ky është një problem që unë e has edhe kur bëjmë pyetje, sepse i duan gjërat shablon, domethënë i duan gjërat gati, le të themi që duhet të jetë shumë e vështirë kjo që ham ndja që ti si i kundërvihesh këtyre personave ti që i duan gjërat shablon. Unë jam ironik. Edhe varet edhe nga humori, po mundohem që t'jem sa më i sjellshëm, por kur e shoh që realisht domethënë i duan gjëra shablon, e kuptoj që nuk është se un kam përgjegjësinë që ta bëj atë një njeri më të mirë, unë bëj më të mirën time, po që në fund fare ai është ai që është. Edhe zakonisht ironia bën punë. E kuptojnë shumica ironin, apo thjesht mund të ofendohet? Se ka rob që edhe që ofendohen. Po edhe nëse ofendohen nuk është problem, domethënë se thjesht ideja është që të marrin mesazhin e duhur. Ose për shembull, unë bëra një postim në Instagram që cilat janë pyetjet që nuk duhet t'i bëni një mentori. Edhe thjesht për këtë arsye se nuk është mirë që ti t'i bësh një pyetje për shembull një personit me të cilën ti mund ta gjesh me një kërkim të vogël në Google. Nuk është mentori për atë punë. Edhe kur më bëjnë ashtu lloj pyetjesh, shumica e kohës i them kërko në Google edhe i kopjoj pyetjen që kanë. Edhe domethënë që bëj aftë për veten se ajo është gjithë qëllimi që njeriu bëhet i aftë për veten. Unë kam vërë në re edhe nga që unë të kusha me përpara të më thënë bëj edhe intervista për marrjen në punë të studentave, po më shumë pjesën e si quhet, kur fillojnë punën në fillim që i tregon rreth e qartë, që i tregon proceset e çfarë duhet bëjnë. Ideja është se unë vjarë në fillim që thosha që çfarë lloj gjëje të kesh, unë do vish të më pyesësh, domethënë janë tu me numrin e telefonit tjetër dërgoj mail kur duash, edhe është një lloj specifik njeriu që edhe një budallik do të thënë ta bëj pyetje ty direkt, domethënë se e merr for granted atë. Gjithkohës duket si e mirë qenë edhe të bën pyetje ty, edhe pse ajo që ja është kuliqon tavolina e atij ose një Google away, domethënë që ai thjesht mund ta shohë. Ajo është një çik bezdisje domethënë dhe unë ka pasur për shembull që i kam edhe vetuar për t'i heq nga puna persona të tillë, domethënë 2 herë më saktë, sepse jemi inxhiniera, në fund ditës e ti paguhesh për të analizuar e përzgjidhur problemin. Po. Nuk paguhesh për të bërë pyetje që janë primare, domethënë se edhe nëse nuk e di këto janë gjëra të vogla. Kur bëhet janë pyetje fundamentale, pyetje procesi, domethënë normalisht se s'ka ta dish, nuk ka fatkeqësisht nuk është si inxhinierinë mekanike për shembull ku shumë gjëra janë online. Ndërtimi nuk i ka shumë gjëra online, kështu që do pyesësh, po pyetje për çfarë përdor ky materiali, plako thjesht jep emrin e materialit aty e ti të del ajo fleta e gjitha ku mund ta përdorësh. Kto janë
nuk jam punëtor, domethënë nuk janë kolegët e mi të preferuar të lloj tipash kështu. Po, një bezdit tjetër që unë kam edhe që i këshilloj është që moment që bën një pyetje, edhe unë domethënë të përgjigjem, mbaje shënim ose memorizoje në një farë mënyrë ose shkruaj diku në mënyrë që mos bësh 3 herë të njëjtën pyetje. Nëse ti bën 3 herë të njëjtën pyetje, pastaj unë do të përgjigjem herën e dytë, ndoshta, po herën e tretë pastaj nuk më intereson fare. Në sensi që sepse i bie që unë po të them diçka, ti s'ke mësuar asgjë. Edhe sa herë do hasesh me të njëjtin problem, ti do pyesësh. Shërbim resursi. Në një kompani ku isha team leader, bëra shumica ishin junior, ishin të rinë në punë. Edhe i bëra një metodë pune, domethënë me hapa. Hapi i parë i zgjidhjes problemit ishte kërkimi në Google. Edhe domethënë se e pash që vetëm pyesnin, okay, thash, shiko se programimi është ti shoku jot më i mirë është Google-i. Hapi i parë është kërkimi në Google. Ke provu 2-3 gjëra, ke parasysh nuk arritet ta bëje si i ri, okay? Pastaj hapi i dytë do vishte on. Qofse edhe unë s'jap zgjidhje, thash pastaj Zoti na ruajt. Normalisht. Po që për gjëra thjeshta ose për gjëra le të themi njohuri që ti mund t'i gjesh në Google, mos pyet një person ndaj të cilit ti kërkon mentorim, por pyet për shembull për gjëra eksperiencë, siç për shembull më pyetet ti si të kërkosh rritje rroge, ose për shembull unë kam shkruar një artikull çfarë të bësh në momentin kur ti merr një kundër ofertë nga kompania ku ti je, kupton, pasi ti le të themi ke dhënë ndërheqjen dhe ke pranuar punën te një kompani tjetër. Edhe mendimi im në atë postimin ishte që momentin që ti ke le të themi ke mbyllur gjërat me kompaninë ku je, edhe ata të bëjnë një kundër ofertë, mos e prano me atë kundër ofertën, sepse realisht marrëdhëniet e tua do jenë, domethënë, të krisura në një farë pike me atë lloj punëdhënësi, edhe vetë do ndihesh mirë, edhe ai nuk është se do të ketë, si thua, me qef si normalisht si punonjës. Edhe këto janë realisht domethënë gjëra që ti përfiton nga eksperienca e atij i cili ka më shumë eksperiencë dhe që mund ta pyesësh. Normalisht mund t'i kërkosh edhe në Google këto gjëra, por që është ndryshe se këto janë më fundamentale, domethënë sa do ta lezosh në Google është e bardhë të zezë, domethënë s'tjep një ndjesi, po unë i them zakonisht atyre që punoj kam kur bëjnë pyetje në procesit, domethënë them që bëhet Google, çdo gjë që të jetë, edhe kur e kërkon në Google, aty do e kuptosh është pyetje për të bërë apo thjesht do ta gjej Google, sepse nëse është pyetje për të bërë, thjesht ti nuk do gjesh diçka eksakte në Google. Nëse gjen diçka eksakte në Google, 99.99% të rasteve domethënë që ajo është ajo gjëja që po kërkon ti. Edhe nuk ka nevojë të bësh gjë tjetër. Se po flasim edhe për persona, domethënë që nëse merr një person i kohën për të shpjeguar diçka 20 minuta, ai paguhet 200 euro ora, ai tash bëj një çikullgarin kur ti paguash 15 euro ze studente, kupton? Prandaj kështu që nuk ja vlen shumë si gjëra. Po që normalisht edhe për persona të ndryshëm ndonjëherë është shumë e vështirë të kuptoj këtë gjë. Pastaj më keq akoma më duhet ata që s'bën pyetje fare edhe pasi dalin fyll, që nuk kanë asnjë lloj produkti në fund, domethënë. Ja, pyetje do të bësh gjithmonë, por që të mundohesh që realisht janë pyetje të mirë menduara dhe të mos të jenë përsëritura. Po, do të bësh një lloj kërkimi i vogël. Mund të bërë gabime, domethënë, edhe flas edhe nga eksperjenca. Nuk ka rrugë. Edhe unë mund të kem qenë një nga ato persona, për shkakun që mund të kem bërë pyetje në kohë. Jo, normalisht, po prandaj robi nga eksperienca flet mund të ndodhë, mund të mos ndodhë, s'ka rëndësi ka ajo që duhet të jetë, domethënë, si mund ta bësh një atmosferë për të punuar së bashku sa më mirë. Le të themi që ideale si mund të jetë.
ideale. Se sa afër shkojmë asaj është çështje tjetër. Po mundësisht gjëja më e mirë është mos të shkojmë asnjëherë eksakte se është më mirë kur e ndjek gjatë gjithë kohës, se po arritë pastaj është shumë afër pastaj ajo rënja prapë, kështu që më mirë është chasing të gjithë kohës. E drejtë. Sjell një produkt mirë. Mirë Mustafa, thuaj tani njësh se ku mund të gjejnë në rrjetet sociale? Atëherë, në rrjetet sociale mund të gjejnë në çdo lloj rrjeti social. Në Instagram e kam mustafaga.2.0, nga që duke qenë se jam programues e kam e versione. Në TikTok po ashtu, kam faqen time që është blog ku janë këto postimet që unë i përmenda, mustafaga.dev e ka. Pastaj kam edhe channel Telegrami ku shpërndaj gjithë këto postime në fillim, por që mënyra kryesore që mund kontaktojnë personat është në Instagram. Po, ajo është Normalisht jam forma e preferuar. Normalisht jam edhe në LinkedIn me emrin tim, Mustafa Aga. Do t'i vëm gjithsesi në description po ashtu. Edhe do jetë gjithçka një klikim larg, kështu që për gjithë interesuar pastaj mund të kontaktojnë. Mirë pra. Unë të falenderoj Plako. Faleminderit. Ishte kënaqësi, shpresoj të kemi zbuluar disa gjëra të reja, sidomos për këtë brezin që vjen mbas nesh edhe që më vjen shumë mirë domethënë që kemi të njëjtën ndjesi për atë pjesën që disa gjëra që na kanë munguar ne kur ishim të vegjël domethënë ti sjellim vet edhe prapë me të njëjtën pikpamje që gjithmonë chasing domethënë që nuk e dim sa mirë janë, nuk e dim sa perfekte janë, po mundohesh domethënë edhe jep maksimumin e mundshëm brenda aftësive, kështu që sa më shumë njerëz të tillë të kishim ne më pa probleme të gjithë. Themi të drejtën, jo për të përqendruar vetes, po. Atë mundohem të bëj edhe unë që të jem një shembull edhe për kolegët e mi, domethënë edhe për njerëz profesione të tjera, në financë, në infermeri, në çfarëdo lloj profesioni, të kenë një prezencë online, të tregojnë veten tyre, të flasin për profesionin, për të mirat e këqijat, që edhe të rinë domethënë të kenë shembuj ndryshe, sepse shembujt e mirë mungojnë sot. Edhe ky është mungojnë shumë fare në Shqipëri Plako, e kam vënë re edhe më vjen shumë keq. Disa persona të halën dhe bëjnë shaka ndonjëherë se është ai meraku emigrantit, se nuk e di se sa është okay që ti je larg ose të afër ose familjar, po kur je larg domethënë ça thonë që është luks, ça thonë që është mallkim, domethënë po që i shef ndonjëherë gjërat në një këndvështrim dhe të dhëmb një çik më shumë domethënë. Edhe unë të dhimbjen e kam çik më të madhe te pjesa e shembujve të mirë që jam duke u zhdukur fare domethënë. Duket. Unë emigrimin e kam provuar para shumë kohësh, kur kam qenë para universitetit, edhe e di domethënë atë ndjesinë mallin për vendin ku je jashtë, edhe je goxha më i ndjeshëm për gjërat që ndodhin se sa kur je këtu brenda. Okej, domethënë e kuptoj se janë shumë persona që se kuptojnë fare këtë pjesën. Kuptoj shumë mirë kjo. Edhe prandaj domethënë i bëjmë gjitha këto që bëjmë, që nëse një apo dy persona të ndryshojmë pak mendsinë, pak jetën e tyre, kemi bërë mirë. Mjafton një edhe është diçka shumë e mirë. Mjafton dy, edhe është akoma më e mirë dhe pastaj kështu ecin të gjitha. Mirë Plako, ne do të dëgjohemi herën tjetër. Ja kalofsh mirë. Ciao. Ciao.